Në Serbi është mbajtur sot kongresi i UEFA-s, teksa në Beograd janë ulur në tryezë të gjithë krerët e federatave të futbollit të shteteve europiane, ndërkohë në fjalimin e mbajtur nga vetë kreu i UEFA-s, Aleksandar Ceferin, Slovenia theksoi se Shqipëria dhe Serbia kanë treguar një shembull të madh se futbolli nuk mund të ngelet peng i historisë dhe se në vazhdimsi zgjidhja është vetëm rruga e paqes, jo ajo e konflikteve. Futbolli është më shumë se sa një sport, është një pasqyrë dhe modeli i shoqërisë. Ai flet një gjuhë universale që kalon përtej kufive, bashkon komunitetet dhe frymëzon ëndra, dhe për këtë arsye ne e shohim turneun e finaleve të Europianit U21 të vitit 2027 që do të zhvillohet në Shqipëri dhe në Serbi si një rikujtesë së shkëlqyer se nuk ka kufi në futbollin evropian. Futbolli është më shumë se historia e së shkuarës, është e ardhmja që ne po ndërtojmë dhe po e ndërtojmë së bashku, tha presidenti i UEFA-s Aleksandar Ceferin. Por një ditë përpara këtij kongresi, në mesin e shumë flamujve që valviteshin në Beograd, ishte edhe ai i Kosovës. Për herë të parë nga futbolli, Serbia njoh zyrtarisht Kosovën, duke vendosur flamurin e saj si një shtet me vete, duke pranuar këtë fakt për herë të parë. Ndryshe nga çfarë ishim mësuar zakonisht. Këtu merr përgjigje edhe teza e shtruar se organizimi i Shqipërisë me Serbinë jo vetëm që nuk ishte kundër Kosovës, por lobimi i madh i bërë nga vetë kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe zëvendës presidenti i UEFA-s Armand Duka bën që serbët për herë të parë të vendosin edhe flamurin e Kosovës. Megjithatë, mënyra se si u paraqitet gjitha kjo shkaktoi trazira të mëdha në Serbi. Kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ftonte një person që po filmonte gjithë skenën, duke treguar flamurin e Kosovës disa herë me buzëqeshje në sallën e Beogradit dhe më pas është larguar. Kjo sjellje e Ademit është marrë si një provokim i rënë në Serbi, që përveç faktit që duhet të përtypnin që për herë të parë një institucion i tyre pranoi Kosovën si shtet i pavarur, tani duhet të përtypnin edhe këtë video që po bën xhiron e botës, duke ditur konfliktin e madh. Huliganët e Crvena Zvezdës kanë reaguar të parët, duke arritur që të futen në sallën e Kongresit për të marrë flamurin e Kosovës dhe më pas i kanë vendosur flakën. Një akt i turpshëm i serbëve, por një rast ky që mund të evitoj fare lehtë nëse nuk do të qarkullonte ajo video në rrjetet sociale dhe gjithçka historike që ndodhi në Beograd mund të ilustrojë me pamje, ndoshta edhe me video, por vetëm pas mbarimit të Kongresit, nga dëshira e madhe për të treguar fitoren e parakoshme, shumë përpara kohe, pasoja është sjellja e turpshme e bërë nga huliganët e Crvena Zvezdës, por të rësisht e pritshme.